masat e asaj kohe janë marrë shkaku i një proteste atëherë të do më thonë që e kanë bo kryesisht të grupe kriminale, ku ne kemi hy në objekte komunale. Që kjo, do më thonë edhe ku më duket disa, do më thonë, ushtarëve të këforit ju kanë amputu këmbët pikërisht prej qëtyne farë grupeve kriminale, edhe ndërkohë që aty ka fillu, ta themi, edhe në fund masa është marrë aty. Masa ka njësur nga ndërhyrja të objektit komunale. Po, qka po themon? Të e njëta gjatë. Ajo është për te, është pas. Jo, jemi të folë për dy procese, dhe në ndërkohë ka ndodhur sulmi terrorist në Banjsk. Dhe po them që nëse ne kemi hy në objekte cilat edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thonë që pushteti është legjitim aty, pra për me e marrë, në anën tjetër ke pas një sulm terrorist ku faktori ndërkombëtar ka hesht. Dhe këto është pra problemi që lista sërbe, tash po kthehemi në temë, nuk mund të marrë vot nga lëvizja vendosje. Nëse për një mend, Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, vendos që ta votoj këtë në Pakos, që po thuhet, duke u fsheh te Pakoja, le ta bëj, mirë, po mos harrojmë një gjë. Çka nëse kërkojnë amerikanët? Çka nëse mos harrojmë një gjë? Çka nëse kërkojnë amerikanët? Po le ta kërkon kush ta kërkon. Votimi, s'to problemi. Votimi, vetë lutem. Po kush e detyron deputetin? Deputeti zgjidhet drejt për drejt. Është respektim, s'është detyrim normal. Është respektimin e vendimit të institucionit kushtetues, i cili thotë të urdhëroj bile aty, thotë, nuk thotë të sugjeroj. Po urdhëron deputetët me konstitucionin. Mu urdhëron vetëm qytetari i Republikës së Kosovës me votu për të mirën publike. Shkon në zgjedhje prapë në dhjetor janar, dajt mos e detyron. Veç edhe diçka. Po petkun e idesë se shefjes tash bot. Nëse nisë me politikë. Si po mendon, si bëhet ndryshe? Jo, po tash ama dha fjalën. A do të më respektona vendimi i këtij institucioni në erë? Jo, unë po e them edhe po e ri përsëris. A vëdhen nuk muj me kuptu votimi. Ku të konvenon? Jo, nuk është çështje ku më konvenon mu, që kjo është e vërtetë. Është një e vërtetë, nuk ka ju kanë pëlqy. Ira, do të thotë që s'do respektojnë vendimin e gjykatës apo çfarë të respektojnë? Me thon nuk e respektoj mendimin e gjykatës. Sepse edhe respekton po s'po i pëlqen. Jo, veç pak. Ai po të voton konstitutoja e konventit. Ti si të votues po konstitutohet. Lidhe me respektim. Mas pari unë mendoj në aspektin kritik që konstitutimi i kuvendit do duhet bëj në momentin kur zgjidhet kryetari i kuvendit përfundon për mendimin tim përfundon për mua ajo gjë. Mirë, po e dyta. Çka mendojmë na, çka mendoni sidomos ju shumë se unë e di që ti ndoshta nuk mund me të interesu çka mendojnë, po më thithër me diskutu çka mendojnë. E ideja është të diskutojmë çka thotë tjetër që mendon ndryshe. Çka janë rregullat e këtij shteti, jo çka mendojmë unë dhe ti. Sepse na mi prem respektuar. Unë po them diçka tjetër Fidan. Unë po them që votimi i ndoj kandidati për nënkryetar i fshehur në votimin domon Pako i listës sërbe prej Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës, edhe këtij vendimi që unë nuk besoj, e nuk dua ta besoj, që është preliminar, është votim për listën sërbe. Përfundon për mu diskutimi këto. Ç'është i fshehur, s'po kuptoj çfarë kuptimi. Sepse ata thirrën në votimin e nënkryetarëve në Pako, nëse do të ishte i tillë, edhe aty futet dikush i listës sërbe.